atje. Jemi rikthyer, ka ndonjë problem? Ja. Ja. Jemi okej. Jemi jemi rikthyer në pjesën e dytë nderuar të shikus, besoj një ditë mjaft interesante, pasi folim gjerësisht për gjërat e gjerësisht, domethënë ai sa kuptojmë ne, për gjërat e futbollit. Me të shëngjan këtu e të gjitha, po këtu një grup njerëzish janë që të drejtojnë të gjitha gjërat, politikën, futbollin, vetëm këto problemet e vdekjeve e këto i batoni kanë shumë njerëz në përduar. Dërsa këto gjërat e mira i kanë marrë një band njerëzish, cilë do t'jenë edhe në botën tjetër kur të mbrim ne në tonë, këta do jenë. Do të na dalin përpara, do të na japin ftesat për në Partinë Demokratike, për në Partinë Socialiste, për në futboll e të gjitha, në të dy botët këta njerëz do kemi. Kam iden. Tani, kjo pjesë do të ndahet në 3 sobza. Së pari do të flasim për një grup armiqësor shumë të rëndësishëm që ka dalë tani në Partinë Demokratike, për këtë radhë një grup me gra armiqësore. 4 gra armiqësore në Elbasan. Në fakt, përjashtimi e grashtë nuk ka patur në Partinë Demokratike, se ka patur dhe pak gra. Ato pak gra që kanë qenë gra shumë të besuara. Josefina e tjera, këto që kanë qenë e tjetë. Dhe tani del grup, pas Liri Berishovës, kos largët të Enver Hoxhës, tani del grupi i parë armiqësor në Partinë Demokratike. Ka qenë nga koha e Liri Berishovës, nuk ka patur grup armiqësor, sepse thamë kjo ka qenë përgjithsisht parti burash, dhe nuk ka patur ku t'i gjej doktori gratë për t'i përjashtuar, se aty vetëm të thrisë një gratë t'i përjashtuar një kotë. Por tani që kanë filluar të afrohen, me njerë ka nisur të përjashtimi. Do të flasim pas kësaj, ju do të largohen dy zonjat, që mund kanë thirrur të përjashtuarat, gratë e përjashtuara largohen, dhe unë do të flasim për Erion Braçen, jo po s'keni lidhje ju me këtë, që do të marrë Bashkinë e Tiranës, është larguar një Erion dhe do të vi një Erion tjetër. 2 Erion në një derë, domethënë. Të ftuar tani për të folur për këtë pjesën, parë unë kam Alesja Balliua, ti je thjesht antare e Partisë Demokratike. Nuk je në funksione aty? Unë kam dhënë ndërheqjen ylle nga funksionet, kam qenë drejtuese politike e rinisë qarkut të Elbasanit, e deleguar në qarkun e Elbasanit nga Sali Berisha, koordinatore e qarkut, kam qenë edhe për pjesën e... Po ndërheqjen ti e ke dhënë pa të thënë partia? Po, nga funksionet drejtuese, po jo nga partia që ti ke si antare. Partia nuk ka urdhëruar që ti t'i japësh dorëheqjen? Jo, për qenë e sinqert. Një gabim e paske. Jo, për qenë e sinqert, momentin shumë pash pak kënaqësi që ndodhën në Partinë Demokratike, vendosa nga pozicionet drejtuese të jap dorëheqjen. Pa diskutim, sepse nuk u respektua gara dhe meritokracia. Por jo të ikja si antare e Partisë Demokratike, që janë 2 gjëra krejt të ndryshme. Zonja Doris Madhi, drejtuese e këshilltarëve demokrat në Elbasan. Vazhdon t'jesh apo të hoqën? Nuk e di çfarë do ndodhi pas kësaj, sepse nuk besoj që do kenë guximin të marrin edhe atributet e ligjit për vetëqeverisjen vendore dhe gjithashtu edhe të rregullores të Këshillit Bashkiak, që nuk i jep asnjë drejt partive. Partia të ve? Partia të heq nga antarësia, po mandatin s'ma heq dot askush, sepse ma kanë dhënë qytetarët e Elbasanit, ma ka verifikuar KQZ-ja, kështu që nuk besoj që do kenë guximin të arrin deri aty, jo se nuk provuan ta bëjnë, nuk ja dolën herën e parë, po ja dolën dhe këto të dytën, mua prapë s'ma ulin do të zërin, sepse t'jesh i djathtë, do të thotë t'jesh i lirë. Dhe t'jesh i lirë do të thotë të djathtë i lirë nuk e dim mirë, po... I djathtë në konceptin tim, pastaj i djathtë i komunistizuar, i takon të tjerë njerëzve. Ja do të flasim tani, zoti Baton Axhiu dhe Antona Bileka më ndihmojnë mua, faleminderit shumë për këtë tani deri në fund të emisionit. Tani zonjat nderuara, ju jeni të dyja të përjashtuara nga Partia Demokratike sot. Çfarë ka ndodhur me ju tani? Ç'është ky përjashtim? Ta kuptoj dhe popullata. Popullata tani po dëgjon me kujdes, jam i bindur. Dhe do të di pse ju jeni përjashtuar. Pse u kthyet në armike? Doktori e ka për zakon që i shpall njerëz të armiq, po ju me çfarë motivacioni jeni shpallur tani? Tani, e gjithë kjo gjë tek Dega Elbasanit është bërë vetëm sepse unë hodha kandidaturën ylli për kryetare të Partisë Demokratike dhe guxova të sfidoj Sali Berishën. Sali Berisha nuk ka frikë nga unë, por Sali Berisha ka frikë nga koncepti garës, ka frikë nga gara, dhe vetëm ideja që dikush mund ta sfidoj dhe dikush mund të kërkoj të cënoj pronën e tij, sepse kjo është Partia Demokratike për Sali Berishën, prona e tij private, ai pa diskutim merr përjashtime siç e bënte Enver Hoxha në kohën e tij,
duke përjashtuar çdo zë i cili mendon ndryshe dhe guxon ta sfidoj. Ai sot nuk përjashtoi Alisja Balliun si individ, por përjashtoi çdo demokrat që guxon të sfidoj lidershipin e saj. Ashtu? Ndërsa unë isha armike më rrezikshme në fakt, sepse kisha bashkëpunuar dhe me pushtetin. Me pushtetin... Me këtë të madhin. Me mikun e Dirama këta? Po. Me të madhin e Dirama? Po, me të madhin fare. Direkt? Unë u habita dhe vetë sa rrezikshme isha. S'po e besoj akoma dhe sot. Se kisha vlerësu vetën ka shumë. Me thonë drejtën, 10 vite studime La Sapienza, më pas të më bë tabula rasa, më vënd që më mençurojnë më shumë. Në fakt, këtë përgjigje mora kur i ka të votoj, si antar e Partisë Demokratike për kryetarin e ri, që gjej rastin ta përshëndes se duke u marrë me mua kanë harruar dhe ta prezantojnë të faqja e PD-s. Mora njoftimin që kishte një propozim kundrejt këtij armiku të rrezikshëm të popullit, sepse kishte bashkëpunuar me pushtetin. Pas kësaj, pasi unë pata një reagim publik për gjithë shkeljen e statutit, sepse nuk isha njoftuar as si antar e kryesisë se duhet merrja pjesë te mbledhja, unë ngria dorën për veten time. Qartë. Se ta dija që isha kaq do e kisha ngrit. Pas reagimit tim publik, na del një histori tjetër e re, tashmë nuk kisha bashkëpunuar më të madhin, kisha bashkëpunuar me një më të vogël, ishte i PSD-s ky kësaj radhe, sepse këto kishin një foto timen me 2 antar të PD-s në qendrën e numërimit votave në 2025 në Prenjas. Vetëm një sekond, blënd, me në fjerë, shkani kolegu im, Luici Derviçi, thot, tani a pa televizionin, këto zonja dënohen për veprimtaria antiparti. Po, pa tjetër. Ne kemi shkelur vijën e partisë, po fakti është që vija pas ka kaq zigzake. Kush ja kumtoj këtë ju? Mua personalisht, nuk e patën aq të madh guximin kësaj radhe. Mua personalisht ma kumtoi ai që sot është i deleguari për procesin zgjedhor për kryetar në Partinë Demokratike, zoti Arbeni Broja. Sigurisht është i deleguari për procesin zgjedhor për kryetarin në Partinë Demokratike Dega Elbasan, zoti Broja. Më tha që kemi fakte dhe prova që juve keni bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Dhe në atë moment, reagimi im ishte po mirë, kur kishit bën ndërmend mi boshit ditur edhe mua këto fakte dhe prova, sepse procedura qëndron që unë si antar e kryesie duhet vijem ndjeni për të gjithë këtë ndërmarrje që ju keni bërë ndaj meje. Gjithsesi, më thanë që ishin përcjell këto dokumentacione lart në Këshillin e Etikës dhe Disiplinës. Dhe sigurisht për aq kohë sa kanë zgjedhur një rrugë institucionale, edhe unë do zgjedh njëjtën rrugë, do pres vendimin se realisht akoma s'ka vendim sot zoti Rakipi. Do me thonë, një vendim të shkruar që mua të mvi dhe ta lexoj që jam e pezulluar, e përjashtuar, a nuk apo ka marrë në mas tjetër. Kjo është një shenjë e keqe se mund të thonë iqet përjashtimi? Por, ka dhe një problem tjetër, sepse në mënyrë arbitrare, edhe pse nuk ka ardhur vendimi, këto shkojnë edhe të heshin emrin nga lista e votuesve, ndërkohë që personi im ka 10 vite kontribute në Partinë Demokratike dhe jo kontributet vogla, janë kontributet konsiderueshme, janë përballur sigurisht me atë që u akuzova që bashkëpunoj, dhe saga, historia... Fiks këtë du t'i dhe unë me këngë... 2 gratë e tjera tani, 2 gratë e tjera, cilat janë dhe pse janë përjashtuar ato se... Imaginatën, dhe me thënë, cila është imaginata e tyre... Imaginata e fundit e tyre është që unë kam bashkëpunuar me PSD-n, sepse siç po ju thoja, ekziston një foto imja në qendrën e votimit Prenjas, në qendrën e numërimit Prenjasit, në të cilën unë jam thërritur privatisht nga miqtë mi që më referojnë faktin që ishin 2 kuti që ishin pavlefshme, sepse kishin nga 20 vota plus kundrejt listës që ishte e regjistruar të votuesve, dhe po tentoheshin të kaloheshin si të vlefshme. Në fakt, me influencën që kam, modeste, shkova atje, bëra ato që ditë bëj më mirë, bërtas në interes të opozitës, dhe bërtita, dhe ja dola... Duket që e ke pak... E kam që këtë lartë, sepse kam çështjet profesionit, është gjithë kemi nga i vestë profesioni, po. Ata kështu studentët, se mund të përjashtojnë dhe ata dhe i ke fare. Zoti Ylli, unë hyte pedagogët që e japin mësimin pa mikrofon. Jam i bindur, sigurisht. Tani, sepse ke dhe po qartë.
Tani, dy gratë e tjera... Do flasë pak për përjashtimin tim. Jo, do të thuash për përjashtimin ti, po janë dhe dy gratë e tjera... Është zonja Rudina Alla. Se kuj bën studiot vogla, kuj pronari që kemi ne, djali Lega Meksi, i shkryeministit, Endri Meksi, i bën studiot vogla. Me hapësirë të vogla dhe ne të gratë e tjera nuk mund të i thërisnim, kështu që do thoni ju diçka, që janë dy gratë e tjera. Në qoftë se Rozhani ka marrë dhe fotografit, të nxjerrë dhe fotografit e dy grave armike, dy grave të tjera armike. Në qoftë se i kemi, në qoftë se si kemi. Alesja ti flet tani për vete pak dhe pastaj për dy gratë e tjera. Pa tjetër. Dy armiket e tjera, po? Unë e mora vesh faktikisht për përjashtimin se më erdhi një telefonat nga një drejtues i lartë i PD-s Elbasanit, që për etik nuk dua ta bëj publike emrin e tij dhe më thot Alesja është marrë përjashtim për ty, sepse ka telefonuar Flamur Noka, deputetin e Elbasanit, Blendi Imçin, për t'i thënë që nuk duhet jetë pjesë e garës për kryetarit Partisë Demokratike. Zoti Flamur, telefonoj autoritetin e rëndësishëm, që ti thot Blendi Imçit, që ti nuk do t'jesh në garë. Po, dhe kjo, sepse ka një gjë, unë kam mbajtur një retorik, ndryshe nga ajo që mban lidershipi i Partisë Demokratike Sali Berisha, sepse kam folur pro ndërkombëtarëve, pro institucioneve drejtësisë, kam folur për riformatimin e Partisë Demokratike, kam shkuar edhe në disa takime që ka zhvilluar zoti Saliani, që ka qenë për hapjen e partisë, për një PD më të fortë dhe për një PD fituese. Tani, unë kam një vit që mbaj këtë retorik në çdo media dhe faktikisht më kanë ndjekur gjithë shqiptarët dhe gjithë studio televizive. Para një javë unë shpall kandidaturën time për kryetaret Partisë Demokratike. Dhe ky përjashtim u mor tani. Të gjithë e kuptojnë shumë qartë që mund t'ishte marrë 3 muaj mbrapa, 6 muaj, 8 muaj, 9 muaj, 10 muaj, u mor fiks kur unë sfidova liderin e Partisë Demokratike. Dhe kjo është një mesazh për çdo demokrat që sfidon ata. Ai nuk ka frikë nga Alesja, por ai ka frikë nga gara. Ka frikë për këdo, po nga gara më zotë, nuk ka frikë nga Alesja si individ. Nga gara se ai zgjedh në fund. Po pikërisht pra këtë ma thuaj që mua, se një parti... Se nuk po kuptoj unë tani se ai zgjedhet mollë. O Ylli, ma ndish pak logjikën. Një person që e ka të fituar, si që thua ti dakord jam me ty, pse nuk i lejon të i gjithë kandidatët garojnë? Një parti që do t'jetë fituese, si mund të merret me përjashtime në këtë fazë? Kur e di fundin, në logjik politike, po të pyes. Po. Don ta formalizosh një garë që pastaj krijosh një guxim brenda kolegëve, brenda partisë, kur e di fundin se ai do fitoj. Megjithatë brenda një koncepti autokratik dihet fituesi. Unë mendoj që baza po zjen dhe ai ndoshta nuk e ka të sigurt fitoren e tij, ndoshta nuk fiton të Alesja, mund të fiton të zoti Saliani, unë ta thash unë nuk e bëj për post personal më. Jo me aty ajo. Tani. Është kjo që thua ti te gara dhe tani ai konceptin e garës. Ai pranon garën, ai për të fituar ai fiton. Pyetja ime pse ke formalizuar garën? Unë nuk e kam formalizuar garën, unë kam guxuar të sfidoj kryetarin, unë e bëj për parimet e mia. Nuk e bëj këtë gjë për post personal dhe kam specifikuar që në fillim. Unë me individin Sali Berisha, zotri nuk kam asgjë, unë e kam me modelin Berisha, me modelin që bunkerizon Partinë Demokratike, me modelin që është kundra ndërkombëtarëve, me modelin që është kundra institucioneve të drejtësisë, me modelin i cili nuk e sjell dot Partinë Demokratike në pushtet. Nuk e bën mor zotri fituese. Në 2013 ishte kundra Ramës, i dhan 1 milion shuplaka shqiptarët. Në 2025 ishte kundra Ramës, i dhan prap 1 milion shuplaka shqiptarët. Tani ju besoni në rikthimet të treta, më vjen keq, zoti Baton, por unë nuk besoj në rikthimet të treta që mund të shpëtojnë demokratët apo Shqipërinë. Sot Sali Berisha është shkaku kryesor pse po mbahet peng, jo vetëm opozita, por gjithë Shqipëria. Dhe është arsyeja kryesore pse Rama është në pushtet i sigurt dhe është arrogant. Tani juve arsyen të kushtë të cili tani që të tha? Mua ma tha një drejtues shumë i lartë që është dhe sot aktualisht në Partinë Demokratike për shkak gjithë kontributit se unë vi nga familje djathtë. Ishte sepse nuk donte Berisha të dukesh në sytë publikut që po më përjashtonte nga gara, por donte që ky vendim vinte nga baza PD-s Elbasanit. Ti përjashtoshe nga baza dhe jo nga qendra? Jo nga qendra zotri dhe thjesht ka qenë vetëm për garimin se ta thash ka 10 muaj mund ta bënte. Unë kam një vit që dal në studio, e din gjithë shqiptarët. E bëri vetëm se hodha kandidaturën. Në fakt, farsa e këtij procesi shndron faktin që emrat tonë, pavarësisht se kemi motivacionet personale, gjithë secila, janë vënë në të njëjtën listë dhe me të njëjtin motivacion, pra bashkëpunim me pushtetin. Ndërkohë që për hir të vërtetës, të katra. Të katra. Gjithmonë do flasim të katra. Pra, neve nuk kemi thjesht armiq, jemi grup armiqësor, kështu që ngrihet. Gratë e tjera armike nuk i kemi,
S'ka problem, po? Ky është një problem thelpsor, sepse aktualisht zonja Gjergji ka marrë pozicionin e drejtueses të Spitalit Rajonal Elbasan. Pra, në një farë sensi e ka shprehur vullnetin e vet politik dhe mos përkatësinë më në radhët aktive të Partisë Demokratike, sepse te pjesa antarësisë më duket sikur është më e thellë për t'u analizuar, kështu që unë në konceptin tim antarësinë nuk mund t'ja heq askujt, sepse antarësia në radhë parë qëndron shpirt, qëndron parime, pastaj veprimet që nuk koincidojnë me këto janë tjetër gjë. Zonja Alla gjithashtu e ka shprehur një farë vullneti politik, po Alesja nga ana tjetër e pohon vetë, ka një vit që del në media dhe i vihet kundër linjës se si po drejtohet sot Partia Demokratike dhe leadershipit saj. Për sa i përket personit tim, unë deri 2 ditë para se të merrja këtë lajmin e mrekullueshëm, isha duke bërtit në Këshill Bashkiak. Dhe kam nxjerr nga salla e Këshillit administratorin e inceneratorit, të cilit kam arrit t'i kthej edhe 3 herë mbrapsht kontratën e inceneratorit Elbasanit. Pra kam bërë betejat e mia opozitare. Dhe si mund të qëndrojmë neve të 4 bashkë me të njëjtin motivacion në këtë listë, dhe si mund të jemi ne armike kaq të mëdha që i pas kemi provokuar Partisë Demokratike Dega Elbasan 50.000 vota humbje, sepse prap nuk bie llogaria, se unë jam ekonomiste. 4 gra shumë të fuqishme, 50.000 votat 4 bashk, 12.500 vota për kokë pas kemi pas ne, që nëse Partia Demokratike do na kishte futur në për ato listat e veta, ne do e kishim bë fituese Partinë Demokratike. Tashti kujt nuk i bie matematika, Partisë Demokratike apo pushtetit? Kush është armiku Partisë Demokratike? Ne që jemi përjashtuar, apo këto se që këto din t'i bëjnë llogaritë, unë nuk e vej fare ndyshim. Po kush është armiku? Jemi ne, apo janë këto që bëjnë sikur s'din të bëjnë llogari? Pra, këtu po bëhet një gjueti shtrigash që ka baza totalisht personale, në rastin tim, unë kam denoncuar afera të atyre që sot janë deputet, që është deputet Zoti Himçi i Partisë Demokratike, i cili pasi ngriti dorën dhe votoi zgjerimin e tregut agro-ushqimor, u promovua nga kryetar i Demokratëve në Këshillin Bashkiak, u bë deputet. Sot ky zotëri vllai i këtij vazhdon merr tendera, nuk ndjehet njëri. Domethënë ky qen ka miku, unë qen kam armiku. Alesja qen ka armiku, pastaj Alesja s'është armik për arsye tjetër dhe ato nuk e përjashtojnë dot nga PD-ja e Elbasanit. E dini pse? Se Alesja e harroi këtë, po do ta them unë, Alesja s'është fare pjesë e PD-s së Elbasanit. Alesja është e regjistruar si antare në forumin rinor të PD-s, kështu që kjo zonja nuk kanë as nga ta heqin. Do me thënë ti nuk që ke përjashtuar, ti Jo, farsa kjo pra, duket qartë. Ka qenë deleguar 8 muaj në Elbasan me firmën e Zotit Berisha nga ana e forumit rinor, apo jo? Ti ke qenë thjesht delegatet? Jo, jam në kryesi të forumit rinor, unë antare Partisë Demokratike jam prej shumë vitesh, thjesht aderimi im ka qenë në një njësi këtu Tiranës, aty kam ikur me urdhër normalisht të Zotit Berisha si drejtuese politike e rinis, si koordinatore e qarkut, dhe si antare kryesisë të forumit rinor të Partisë Demokratike, por pak rëndësi ka kjo, se të përjashton Dega Elbasani, se ta bëni Tiranës, a i të një... Doktorit të përjashton tojë. Doktorit përjashton, Doktorit të përjashton. Statuti PD-s, sepse e kanë shkrujt dhe e kanë votu vetë atë statutin, nuk ka kemi sëmë. Thot, propozimi vjen nga Dega dhe marrin vendim. 2 zonjat e tjera nuk i kishin këta të mitë, 2 zonjat e tjera fotografit. Fotografit e armive përgjithësi. Zonja Rudina Alla ka vite kontribut në partinë. Rudina Alla për të njëjtin arsye për çfarë? Për bashkëpunim me Ramën, jemi të gjitha të 4 në bashkëpunim me Ramën të 4, Rudina Alla, po, tjetër? Dhe zonja që ka qenë ish deputete e Partisë Demokratike Gjeni Gjergji, por që ajo ka shprehur vetë vullnetin e lirë, sepse ka kaluar... Ajo është vetë përjashtuar si Saljana, apo ka shprehur vetë vullnetin? Ka shprehur vullnetin se ka kaluar në parti tjetër, por ka hikur ajo nuk është se ka përjashtuar partia. Cilin parti ka shkuar? Po tek Rama pra.
Po kjo pas ka ikur një, më thënë 3 herë. Po nuk është ajo është bërë për mua. E gjithë kjo gjëja është bërë vetëm se unë. Qartë, janë futur dhe 3 të tjera. Mos e lem Si të asgjësohet, mos mbetet vetëm. Që mos kuptohet, kjo është e gjitha, është e qartë. Tani një koment keni zoti Baton dhe zoti Anton, se kjo është edhe ndonjë pyetje për armiket e fundit që kemi. Me thënë drejtën, është për keqardhje, për mënyrën se si në çfarë gjendje ka ardhur Partia Demokratike. Nuk është që nuk kemi konstatuar me herët se ka shkon dhe ku do vije fundi i saj. Dhe këtë detyrë ka marrë themeluesi i saj. Ai që ka themeluar, don që ta përfundoj ose t'ia fundin Partisë Demokratike. E ka marrë si detyrë edhe politike, edhe biologjike për Partinë Demokratike. Tash, çfarë kanë këto dhe të Ja, tani vjen një mesazh dhe nga zonja Anila, sot edhe asaj të Kamzës, si kanë gjetur asnjë bashkëpunim, sot Alesia, se jam duke ndjekur live dhe kam përjashtuar nga kryesia po me të njëjtin motivacion. Po. Që po shkuam këto momente ku kena ndjekur, po grua dhe bashkëpunëtore Rama. Ndoshta i përjashtojnë gjitha gratë apo jo? Të përshëndes. Ju dyjave këtu, ju jeni një model për cilin do të gjinden plot tash rrugës që do të kenë fatin e juj. Dhe ky fat i juj megjithatë është një farë edhe pse ju e keni si fatkeqësi, unë konsideroj që du ta keni për nder që përjashtoni nga një njeri i cili do të jap fond Partisë Demokratike. Në fillim e keni dhimbje, është dhimbje, pra që... Keni në forcë po i tuati. Po, se keni kontribut. Ato nuk e kemi dhimbje fare, se faktikisht unë jam renditur... Ndoshta kanë shpëtuar më jo. Jam renditur pra zemërdarit, fal njerëzve që guxojnë, fal demokratëve të vërtet, fal demokratëve që nuk ndoshta duhet parë dhe kështu, ndoshta kanë shpëtuar. Po ja pra, këtë po të thëmë. Pra. Ja, shpëtimin e gjejnë brenda një rebelimi. Dhe rebelimi edhe ndryshimi kështu vjen. Kur njerëzit përjashtojnë dhe largojnë njerëz duke e eliminuar meritokracinë. Tash unë nuk ju njoh shumë juve, unë po flas me logjikën politike dhe atë që ndëgjova. Po flas me fjalitë dhe logjikën politike që përdorni këtu dhe arsyetimin që përdorni këtu, po shpresoj që i kam rezervat e mia gjithmonë nga njerëzit politik, po shpresoj se kjo e vërteta juj është e vërtet tamam. Dhe nuk është ndonjë vërtet tjetër të cilën unë nuk e di, por po flas me të vërtetën e juj. Tash, drejtoresës të rajonal tjetra, më sot Alfred Lela. Pra të thash, atë të thash. Po dhe, drejtoresha tha kjo. Me gjithato. Por nuk është përjashtim Zonjës Gjergji, a i vendi drejtoreshës, se tash janë bërë këto punësimet në administratë. Ajo pas ka ikur vetë, nuk është përjashtuar Lela. Gjithsesi, Zonjës Gjergji, a i vendi drejtoreshës i takonte, sepse ka 30 vite mjeke specializuar në spitalin Elbasan. Por, gjuhëtia shpitave vazhdon. Kjo është edhe problemi për shtetit që njerëzit partisë, ndoshta e jo Zonjës Gjergji i ka dhënë përparësi, dhe ndoshta kjo është për fakti një detyrim i Zonjës Gjergji që meritokracinë ta mbaj për shkak të largimit nga të partia dhe ta fitoj pozicionin e merituar. Tash këto janë probleme shqiptare, me thënë drejtën, por ajo që mua unë besoj që Antoni do ta thotë vetë këto, nuk është ky rast turpi, pra arsye se në politik turpi është i mbështjellur me retorik dhe gjithmonë gjendet një arsye dhe një armik brenda, por një parti e cila po shkon ka fundi i saj, që nuk ka asnjë shpresë të ngritet, me këtë logjik politike, nuk e ka luksin që njerëz si ju t'i largoj. Dhe ky luks të cilën e përdor Berisha, unë nuk e di ku e çon, por e di që edhe këtë po them, po i bën nder të jashtëzakonshme partisë në pushtet prej kohësh. Dhe këtë e kam bindje,
e kam thënë gati prej vitësh, që është njeriu më i gabuar. Çfarë do meritat ketë në të kaluarën? Rikthimin e tjera. Dhe mire tha, e kërkon rikthimin e tretë duke menduar që SPAK-u, Bashkia Ndërkombëtare, do të burgoste gjithë, do të rënojt gjithë, do të vjen një revolucion dhe ai do të kthehet si Feniksi. Është e pamundur kjo. Alfred Lela vion të më shkruaj që të Alesian fushatë u ma të shkonte me Dashin të Lapaj, por nuk e morën. Jo, kjo nuk është e vërtet fare. Lela e ka zakon të jetë një shpifës dhe një sorosian, se këtej flet kundra Sorosit Berisha, po Lela është njëri Sorosit. S'ke nevojë me ofendu njerëz. Më ka cituar. Sa për zotin Sula, ju e dini të gjithë që fitoj primare. Sula thuat... Po, me që bëhe përmendja, aja ofsjaroj unë. Zoti Sula fitoj primaret dhe unë gjithashtu isha një ndër 3 gratë më të votuarat Qarkut Elbasanit primare. Zoti Berisha nuk konsideroj... Fol mbi parime, nuk kupton shikusi. Pa të më lërë të mbarojt luta. Nëse përdojnë për ata të Elbasanit në regu, shikusi nuk ta kupton. Pa diskutim pra. Neve ishim 2 personat më të votuar, që ishin Zoti Sula dhe unë, leadershipi Partisë Demokratike nuk respektoi garën dhe meritokracin, pasi Zoti Sula ishte fituesi primareve. Nala jashtë dhe pa diskutim, Zoti Sula mori një vendim që neve të garonim dhe të shikonim votat tona në listë hapur tek Shqipëria bëhet. Nuk kemi shëndruar as 24 orë tek ajo parti dhe jemi të regjistruar të dy, pasi Zoti Sula mori këtë vendim. Dhe ka qenë një vendim që unë e kam shprehur shumë herë në media, nuk ka nevojë Lela ta shkruaj sot sepse i duhet për retorikë politike, në një parti që unë nuk kam lidhje, as nuk kam det 24 orë. Kështu që por ama një gjë dua t'i bëj pyetje zotit Lela, bëjnë që jemi këtu te juve... Jo për Sorosin, se unë... Jo të Sorosin. Unë për Sorosin kam simpatik. Dua vetëm të lutem të më jepni një përgjigje ju me që jeni të gjithë këtu, dhe retorika e Partisë Demokratike është që këto nuk pranojnë krimin e organizuar. Këtu kemi kryetarin e PD-s Elbasan, pro vendimit tregut Suel Çelës. Pse vetë përjashtohet zoti Saliani dhe zoti Himçi? Jo, pse PD-ja përdor 2 standarde, zotëri? Pse nuk përjashtohet zoti Himçi që ka votuar pro socialistëve, pro tregut, pro babait Suel Çelës? Këtë pyetje bëj Lelës dhe Flamurnokës. Pro Suel Çelës për mua. Po ja ku e ke më zotëri? Jo, qertë. Qartësoj aty. Vërtetojnë edhe proces verbale. E ke proces verbale tani vjen keq. Partia Demokratike. Abilekaj se nuk kemi shumë për shumë. Kjo është Partia Demokratike, thoj Lelës, ky duhet përjashtuar, jo Alesia Balliu, jo Ervin Saliani që kërkojnë riformatimin e Partisë Demokratike. Shpjego lidhjet e Blendi Himçit me krimin e Elbasan. Blendi Himçit po atë. Anton? Unë të flasë shkurte. Po vishëm dhe i shpar me batonin që PD nuk e ka luksin të mbas njërës. Sigurisht. Dhe që ose ka vendosur të kryoj një parti opozitare të përjetshme me njërës besnik, është po bënë gjën e duhur. Që ose ka vendosur të mbështet, po bënë gjën e gabuar. Përse është tjetër çështje të merrem me detajet pse ndodhi dhe si ndodhi. Ajo që më nisë kur Berisha nisi Fortoren dhe pastaj mori partinë, nisi me një premtim për bashkim të Partisë Demokratike. Dhe bashkimin e bëri me Netën dhe Dule, nuk e bëri me Demokratë. Pati pastaj me grupin e Bashës një marrëveshje për bashkim në diversitet. Dhe pikërisht për këtë diversitet flasim sot që është përjashtuar. Dhe për këtë diversitet flasim që është përjashtuar në gjithë Shqipërinë. Që nga Saliani deri tek rastet tjera që kanë kritikuar drejtuesit e PD-s dhe janë përjashtuar me njerëz sapo ka ndodhur kjo gjë. Kështu që është e kundërta e asaj që u premtua dhe asaj do ndodhte, dhe sigurisht është e kundërta e rrugës për të shkuar në pushtet. Po tani unë doja t'i pyesja pak zonjat për gjendjen e PD-s në terren, si është. Do të thosha edhe unë. A ka njerëz atje në PD që mendojnë vërtet? Dhe çnot në bazë dhe ndoshta në Kupol, po në Kupol këto s'din gjë, po çnot në bazë. Si lëvizin këtë mujë doktori këtë me radhe shojmë, dhe me thënë konkrete, po që ndodhë në bazë, dhe me thënë, po dhe një pyetje bashkë me këte, pyetja tjetër që është dhe për analistët, po fare shkurtë, Sali Berisha ka nisur këto spastrime dhe ku do shë armik. Si kuptoni ju këte pastaj? Po për para me thoni për këte në bazë, të pyetje që bëri Antoni se është shumë interesante. Që është aty gjenë? Po ju flasë unë si politikan të rejni, sepse mua as njerës më kam përqyrë karriket edhe zyrat e Partisë Demokratike për të bërë aktivitetin tim politik, që në 2023
kur neve menduam që po ngrini maksimalisht frymën gjatë zgjedhjeve lokale, në të cilat për kryetar bashkie kishim kandidat si kryetar bashkie kishim zotin Boçi, kishte një vështirësi të jashtëzakonshme për të plotësuar strukturat. Mos flasim më pas për vështirësinë që kishim neve për të plotësuar qendrat me numërues, me vëzhgues, sipas atyre që janë përcaktimet e KQZ-s. Në ditët që vim sot, pas 2 humbjeve konsekuente, në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet qendrore, gjendja sigurisht që është akoma dhe më e mjerueshme. Ka humbur organizimi, mungesa kryetarit të legjitimuar, por kanë qenë kryetar vazhdimisht emëruar, sigurisht mungesa edhe e besimit sepse 4 mandate rresht në opozit nuk është gjë e vogël, neve duhet pranojmë sot edhe pragmatizmin, por edhe gjendja në cilën ndodhen demokratët, sepse ka demokratë që kanë qenë vitin 91, që i ndjekin në çdo protest, në çdo aktivitet, por shijojnë njëherë qeverisje me problematika për shkak të mos dijenive në lidhje me funksionimin e ekonomisë tregut. Njëherë tjetër shikojnë bashkëpunime që nuk do donin të shikonin, koalicione. Flas për koalicionin Berisha-Meta, ka sjell shumë dëme në 2013. Aty, unë besoj që aty e mori kthesën Partia Demokratike për keq. Do rishtëm për këtë pjesën e bazës. Po, gjithmonë ke baza, por po flasë që baza nuk i pranon të këto, dhe baza për shkak të këtyre, për shkak të gabimeve, qoftë kur kanë qenë qeverisje, dhe qoftë sot që rrin 4 mandate në opozit, baza ka humbur besimin, baza është e lodhur, po shumë njerëz janë larguar, dhe sot gjejnë edhe njerëz që përjashtohen, ndërkohë që janë ndjerë edhe të përfaqësuar nga ato njerëz, çfarë besimi do ketë baza për të mbledhur prapë rreth boshtit? Dhe pyetja ime është, do e drejtoj unë pyetjen dhe ja drejtoj zotit Berisha, a e qun veten bosht në Partinë Demokratike sot? Bosht, se dira nesh. Tani, pa diskutim që baza e ka humbur besueshmërinë tek Sali Berisha, pasi Sali Berisha tjera gjëra ka cituar dhe tjera gjëra ka bërë. Si mund t'i besojnë sot demokratët, por dhe shqiptarët Sali Berishës, kur Sali Berisha zotrin nuk respekton statutin që e ka shkruar vetë me dorën e vetë? Si mund qeverisi ky individ shtetin nesër? Ky ka bërë Nenin Basha. Kur ti nuk respekton një nen që e ke shkruar vetë, kush mund besoj ty? Pastaj, Sali Berisha këtë parti sot sa vjen dhe po e ngushton rrethin rreth klanit vetë më të ngushtë për interesat e vetë personale. Pra një bunker që i shërben interesave të ti. Familjar dhe personal, vetëm klanit ti të ngushtë. Ai nuk është për fitoren e Partisë Demokratike, nuk është për hapjen e Partisë Demokratike. Unë do të dia nga a ka në bazë njerëz që mendojnë që Berisha nuk është personi i duhur për të drejtuar. Po ka shumë. Berisha na tregon neve statutin, kur statutin nuk respekton vetë. Se nuk flasin këta njerëz. Po sires po flasin, sallat e Salianit i ke ploti. Njerëz janë ato. Do thosha, u bëjnë takimin Salianit në Elbasan, do u tha nga PD-ja zyrtare që ai takim ishte me njerëz të Por ta thash me krimin Njaku e ke që e kanë votuar. votuar. Po u tha edhe që unë kam bashkëpunuar me Edi Ramën, po edhe për mua me Edi Ramën kam zuri lilat e lapaj tani. Juve që njini Elbasanin. Gjithë nuk thënë ndarë PD-ja. Neve që njohim Elbasanin, prandaj pak më parë sepse po mundohesh aty u shpjegoja edhe deklarat ndarë kjapin tjetër. Edhe qasjen e një demokrati. Ne jemi hequr gjitha me një logjik të vetme që jemi bashkëpunëtorë të Ramës. Tani demokrati në nxurrën te PSD-ja ky Lela nxorri. Ka vite që ndjek Partinë Demokratike. Sigurisht që publikisht nuk do thot asnjëherë Berisha nuk është i duhuri për ne. Pse? E para, sepse është krijuar kulti i individit, dhe kjo tashmë dihet. E dyta, sepse ka frikë, se po të artikuloj, do jetë ai dhe gjithë ato si ai shkaku që Partia Demokratike nuk po vjen pushtet, sepse po e shajnë edhe të vetët. Por ideja është... Njerë duhet bërë debati brendshëm. Debati brendshëm është bërë, debati brendshëm bëhet, debati që bëhet në tavolina, ose më saktë, edhe në për komunikimet tona, të tjera gjëra më shkruajnë mua në faqen time zyrtare të Facebookut dhe tjera më shkruajnë inbox.
Duke më kërku dhe falje sepse po më shajnë pak të fashja ime. Ata të shkojnë në boks, largoj sa më shpejt. Jo, nuk është kjo, nuk është ky koncepti. Koncepti është që tjera mendojnë dhe tjera shprehin sepse kanë frikë se bëhen shkaku i rrugës mëtejshme. Dhe ato duan që Partia Demokratike të fitojë. Alesia, 3 fjali. Nuk ka zgjedhje, nuk ka shkak humbi. Megjithatë, qëndron dhe fakti që kjo qasje ka sjellë që në gjithë të prodhohet një lider tjetër alternativ i Berishës. Dhe ky është fakt. Sali Berisha nuk mundi dot rezultatin e Bashës 2021-shit. Kjo duhet jetë një mesazh, domethënës për gjithë demokratët. Dhe unë sot, këto 3 minutat e fundit, do të shfrytëzoj vetëm për të dhënë një mesazh që Partia Demokratike me nënkrye Sali Berishën nuk vjen kurrë më në pushtet. Dhe këtë duhet ta kuptoj antarësia e Partisë Demokratike. Një leadership i cili i ka mbyll dyert me ndërkombëtarët dhe me institucionet e drejtësisë. Nuk i frymëzon më thua. Unë them që PD-ja që tjetë alternativ për qeveri nesër i duhet ndroj leadershipin. Në rast se demokratët nuk arrin ta kuptojnë këtë, do mbajnë Ramën pushtet deri në 2033. Mirë, atëherë unë e shkurt e kam 2 fjalë vetëm. Vetëm 2 fjalë. Doktori, pse po i rrit armiq tani? Se ai armiq kanë gjithmonë. Jo, nuk po rrit armiq, ai po ngushton rrethin për të mbajtur interesin e vet personal dhe familjar, nuk ka lidhje kjo me armiq. Fare, ai do ta mbaj sa më ngushtë që të ruaj legacinë e tij për shën gjithmonë kryetari i opozitës. Nuk ka Sali Berisha asnjë perspektivë që ta sjelli Partinë Demokratike në pushtet. Nuk do ta bëj fituese. Sepse Sali Berisha sot është paterica kryesore e Ramës dhe është ai arsyeja pse Rama është në pushtet. Para 4 teza që unë shumë shkurt baton, se mas shkurti që pjesë që na shajnë pastaj. Jo po thon doktori po shndron në partinë e Parti Familjare. Do të thonë aty ka qëllimin dhe të jesh opozitar normalisht që keni pushtet. S'është më rëndësi për të a vjen Partia Demokratike si fituese apo jo. E para bëhet përmes 4 kushteve. Kur i ndëgjoj, atëherë është doktori po e krijon modelin e frikës brenda te antarësia dhe te kryesia e tij dhe njëkohësisht e ka ndërtuar mekanizmin e mbjetesës. Mekanizmi i mbjetesës është që të jetë parti familjare. Do me thënë, spastrimin që po e bën, ja këtu i kemi dy gratë cilat me elekuencë po shihet që e meritojnë një vend transition në Partinë Demokratikës, ai me spastrimin po mundohet që për të mos e ndryshuar partinë, por ta merr edhe ta mbajë në kornizat e mediokritetit. Qartë. Edhe ky është fjalia ime e fundit. Ky është për ata që e dinë logjikën politike dhe si funksionon një parti politike. Ky është mekanizmi më i mirë i shkatërimit të një partie. Dhe ka kohë që po them që themeluesi i saj po e çon ka fundi partinë e tij. I ka marrë 2 detyre, ka themeluar edhe ta ka fundosur. Po ndoshta nuk duhet të themi fjalë shumë baton se kështu i duhet. Po kështu për i duhen e po them. Ai e ka krijuar. Po bra. Dhe ore mos bëhemi ne më katolik se papa mor. Po ai e don atë. Rezultati është problemi. Ai atë do. Pse duhet më rezultatet i ka ai? Isha sigur u caktua kryetari për koshëm në 91. Ore mos po flasim kot ne. Ka personalizuar partinë. Po problemi është që sa më shumë personalizohet, ai më shumë reduktohet partia. Pikërisht pra. Dhe pavarësisht se ai mund ta ketë personale dhe ta ketë shumë besuar, të ketë njerëzit në rresht pas vetes, është e sigurt që askush do fillojnë njerëzit mos ta besojnë më, askush do besojnë më që këta mund të kenë fuqi për të ardhur në pushtet. Mund të bëjnë numër për të ardhur. Antonio, edhe bën një gjë. Sa herë që po provohet me mu kriju një parti, qof nga e djatha, qof nga kush do, ai pi bën armiqësor, pi bën dhe ai nuk të lën rritjen as jashtë Partisë Demokratike. Ky është problemi. Dhe kjo është aleancë me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Të dyat, sa do që të krijohet diçka e re, ata debati propozitën duhet të bësh. Problema kjo. Në po që Rama përjashton Speropalin si do vet. Jemi në Partia Demokratike mund të bëjë një model tani tek pse do kalojmë. Komplet një moment interesant. Një persekucioni nga ana e të 2 liderëve, me që juve tashmë përmendët edhe zotin Rama.
janë në kushtet e një manje persekucioni, sepse dhe vetë janë koshient që e kanë tejkaluar limitin e të ndenjurit mbi një koltuk, mbi një karrike, që tashmë... Tani, okej, jemi shumë po flasë për të dy liderët, por, ka dhe diçka tjetër. Ju thoni nuk ka luks t'ju përjashtoj, kurse unë do thoja nuk ka luks të rri nëse do kishte aty shumë njerëz si ne. Kështu që ky na përjashtoj ne nuk quhet luks, po quhet domosdoshmëri. Sot, listat e Partisë Demokratike të mbyllura është faktike, sepse i shikoni si artikulojnë në parlament, janë në nivele mediokriteti, janë në nivele zhë. Janë në nivele KZG-ne pësoja, po KZG-ne dhe PD-ja. Kështu që fakti që këto persona të lidhur me krimin, analfabet, më shumë ka zëgjinar, se aty gra ka pak. Ca funksional dhe ca të tjerë analfabet mirëfillt. Fakti që këto sot janë promovuar, do të thotë që këto janë të duhurit, sepse një njeri si unë, fjala bie, nuk do të ngrinte kur dorën dhe nuk do firmoste kur për avokatin e popullit. Dhe për gjithë ato gjëra tjera që ato kanë rënë dakord për bërë. Pse? Sepse janë lehtësisht të manipuluar. Ka vetëm një fjalë Alesia dhe e mbyllim sepse... Se kam detyrim se më shkruajnë pa fund nga Sherku Elbasani, ta përfitoj këto minutazh, deputeti i PD-s, Blendi Himçi, pas ka marrë në 2026-ën tender nga Rama, vllai vet për karburantin, kështu që bashkëpunëtorët me Ramën i ka brenda listës mbyllur. Po në një tender zë marrin këta? Po do ta marrin pra. Për tender apo luftojnë? Për tender apo luftojnë, ato janë bashkë edhe nuk është se Berisha do të unë them, okej, jemi shumë. Tani ju armike jeni, po ne nuk dy e konsiderojmë shumë. Do t'ju thresim të herë. Bletini dhe armike me armikë të duen. Më shkruan një miku im, me disoni u shkreti, se kjo ka qenë internuar familje ti fisi e gjithë, dhe thotë, kjo kërkon të shkojë dhe në fund tani, me sarkazm, thotë kështu. Këto dy armike të egrat partisë dhe popullit duen internuar, urgentisht. Në ishën e Zvërneci, thotë, ishë lë Zvërneci, apo ga disha? Po, është jo. Ku t'japin logarit, dhe në një për krimet monstruoze që kanë kryer, pas kërë i dërgurit Allahot, misionarit të Salikulla. Thotë tjerë, zoti më shiroft, poshtë armiqët gjithë kalëpeve, roft partia djetorit që shka të ndisur se një kokër bizele. Shkredi se kjo ka qenë internuar si familje. Nuk them t'ikim se atje do bëhet i super resort. Ju po t'internojni atje një ratë shumë. Shu që i bëj... Takoni dhe vendrin e Trumpit ta. Edhe aty ju jeni... Se t'akuzuar... Ku t'a gjeni t'internojni në të vendrin Trumpit. Po pra po, t'akuzuar... Unë i falendroj shumë dy zonjat, dy kolegët do në beten, dy kolegët tjerë janë në pritje të marrjes mikrofonve dhe të spostimit tu dhe regjia vetëm 30 sekonda për ndrimin e mikrofonit të zonjave që unë përsëri falenderoj dhe rikthejmë me njerë sepse është brenda kësaj pjese. Me njerë, publicitet 30. Pra jemi brenda kësaj pjese, ndërruar të shikues, futëm këtë reklam për të ndërruar pozicionet, largimin e dy zonjave, armike tani, të shpallur armike, armitën në Shqipëri janë gjithmonë, që nga krimi i shtetit, dhe deri sot armitë janë me shumicë. Populata jonë, një nga prodhimet më të mëdha në baton ka, prodhimet më të mëdha ka armitë. Ka shumë armitë që prodhojnë, dëndurisht, dhe ne pa armitë nuk jetojmë dot, themi drejtën. Jenishë, falemdej shumë. Do të ndihmojmë në këtë pjesë, se do t'jesh dhe një pjesë tjetër, e shkurtër kjo moment, dhe pastaj do kalojmë te lufta, cila po sjellë rreziqe të konsiderueshme në ekonomi. Nëse ajo do të vazhdojë, goditja në ekonomi mendohet nga ekspertë të gjithë botës do të jetë e tmerrshme. Domethënë ditë zeza priteni që s'është. Por ndërkohë Erion Braçe ka dalë tani me një herë dhe thotë që do të jem kryetari i Bashkisë Tiranës. Do të ka kërkuar KQZ-s edhe votat, që ka marrë në gjatë gjithë kohës, do t'i konsultoj dhe njërë me vetën ato, gjithë dhe do shpallë kandidaturën për kryetar të Bashkisë Tiranës. Pra, se ndonjëherë kur vihet një emër, ai mund të vazhdojë ore. Për shembull, vazhdon Saliu gjithkohën kështu. Vazhdon e drama. Do vazhdoj, për shembull, ishte Erioni, iku ai, që u futën burger, një Erion tjetër mund të vijë. Nuk ndryshojnë as emrat në këtë raste. Pra, Erion Braçe ka shfaqur interes për kandidatuar Bashkinë e Tiranës. Ç'mendoni tani ju? Dhe mund të jetë apo ja? Erion Braçe
Në tjetë kandidat, po e PS-s. Ti thua nuk do t'jeti PS-s. është e qartë, jo se them unë. Erion Braçi shfrytëzoi, momentin që shfrytëzoi ta thoshte ishte që kur baza e njësisë 5, që është Stalingradi i PS-s, doli kundër Punoni pak me fotot e Erion Shqyqet, se mos edhe flet popullata, e kupton? kundër drejtuesve të partisë. Jo e drama se ky nuk ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës. Ka qenë shumë kohë përpara, Erioni që nga këtu, po, Erioni ja, dy Erionët i shkoj si ku i ke, njeri që iku, tani në burg ka i, dhe Erioni tjetër që kërkon të vijë, po. Pra, kur baza e partisë po ankoi për lënie pasdore etj, te i deleguarit Aulan Balla, Erion Braçi, për shkak të kësaj situate dhe revolti, që nuk po të gjende zgjidhje, vendosi spall kandidaturën. Pra, si kandidatura e tij është shprehje pak kënaqësisë së bazës në PS-s. Pra nuk mund bëhet kurrë zyrtare. Ne e dim shumë mirë si reagon Rama ndaj këtyre gjërave. Që ende s'ka folur, ende s'ka folur as pas asaj që ndodhi te njësia 5, pas asamblesë. Dhe megjithëse ishte i ftuar me të pjesë nuk shkoi. Kështu që ka një krisje, nuk mund të themi që ka një krisje të madhe në PS, sepse PS është vështirë krisjet E Majta, mëdha, sepse është ndëruar një kazem të Edi Ramës, por, jo, e Majta ka pasur, se PS Nanos Majta ka në pasur. gjithë e ka karakteristikë me ziqajet. Në kohën e Nanos kishte debate. Po, në Shqipëri po, ishte. Ishte parti demokratike, pak më shumë se demokratike, dhe pak kaotike, bile. Ndërsa pas kësaj, sot kemi një parti e cila janë ushtrisë, nuk janë partisë. Që edhe zgjedhjet janë formale. Zgjedhjet për shumë për Tiranës janë bërë asnjëherë, për kryetar partitë të Tiranës. Zgjedhje për një kandidat për Tiranën nuk janë bërë asnjëherë, atë e sakton gjithë Edi Rama. Dhe si rjetimi Edi Rama do të saktoj edhe këtë. Ka thënë që do jetë Monastirliu, deri tani po vazhdon në Monastirliun, dhe në momentin e fundit do shohim se kush do vendoset, por ai moment do jetë kur po aq i papritur për gjithë, po aq befasues edhe për Braçen, edhe për Veliajn, edhe për Monastirliun, sepse do e marrin vesh vetëm kur Rama do thot para ekraneve në një mbledhje asambleje. Kështu që nuk ka lidhje, Braçen nuk mund të jetë kandidat zyrtar. Sepse nuk ka votime. Po të kishte votime, ndoshta e zgjidhte baza e PS-s kandidat zyrtar. Pra, Braçi mund të jetë kandidat jashtë Partisë Socialiste, ose i Partisë Socialiste kundër rilinjes. Në qoftë se do ketë në lëvizje të Partisë Socialiste kundër rilinjes, siç u shfaqte njësia 5. një që është e vështirë ta shohim edhe këtë, por Batonë Entoni thotë që nuk ka shans që Edi Rama ta konsiderojë, duket nuk ka shans ta konsiderojë Braçen për kandidat. Ti si je me shqip, tani e dëgjove, ndeve të gjithë, kupton mirë nga këto gjëra, nga ky. Po flasim për modelin e qeverisjes brenda partisë, nëse mund të quhet qeverisje, të Edi Ramës. Edi Rama e ruan sekretin e emërimeve deri në momentin e fundit për t'i vendos antarësinë, kryesinë para aktit kryer. Për arsye se debati për njeriun, ai ka kuptuar që herët që shkakton një konflikt brendshëm. Edi Rama i natyrshëm, në pas kaq kohë në pushtet i frigohet këtij konflikti, dhe mund i frigohet edhe debatit të brendshëm i cili shkakton përçarje. E sidomos për Tiranën. Vetëm shikojeni listën se kë e ka vendosur nëpër gjithë Tiranën, dhe sheh që e gjithë infrastruktura e partisë është aty brenda. Ata që ai konsideron meritor, ish ministra, ish drejtor, etj. Fakti që janë aty të gjithë. Ai nuk i ka përcaktuar se cili është njeriu. Tash po kthehemi te Erion Braçi. Unë e admiroj guximin e Erion Braçis. Kësi finesa politike, nëse mund të quhen finesa, ai ka përdorur gjithmonë. Pse ka dalë Erion Braçi? Unë konsideroj që ai, prej si është bërë deputet i Tiranës, ka dalë në përlagje dhe ka dhënë epitetet të caktuara edhe për Partinë Socialiste, edhe për Bashkinë e Tiranës, edhe për pushtetin, se në çfarë gjendje gjenden ose janë lagjet e Tiranës. Për faktin që ai e ka ndërtuar një rrëfim
a i mendon që e meriton të jetë kandidat. Dhe legjitimi është se është një prej... Meriton thua ti që të Rama ta bëj kandidat te? Jo. A i mendon që meriton. A i mendon që e meriton, po. Dhe, po për të menduar të gjithë ky popull këtu mendoj. Jo, nuk mendojnë ashtu. Ja, unë nuk mendoj kështu, se unë mendoj që ai do të bëhet shprehja e pakënaqësisë. Po. Ai nuk do të jetë kandidat vërtet. Shprehja e pakënaqësisë është. Po, duke qenë kandidati alternativ, duke i bërë Ramës Kashillikun, të gjithë pakënaqur do fillojnë të mbledhen tek Braçë sepse e dinë ku të kasin. Kjo është, unë mendoj që ky rebelim është i kohshëm. Ka kohë që Erion Braçë ka bërë me bujqit për shkakun me është një zë brenda Partisë Socialiste ndryshe. Dhe kur ka qenë zëvendës kryeministër, është vendosur aty për ta krijuar qetësinë e tij. Parasysh se rebelimi ka qenë i vazhdueshëm. Ndash me bujqësinë, ndash me pensionet, ndash për... Shtresat e pambrojtura. Po, shtresat e pambrojtura. Ky ka qenë rebelimi i vazhdueshëm. Dhe ato e kanë lënë si tillë. Edhe në rastin e Belinda Ballukut, të gjithë kanë menduar që ai do të jetë ndryshe. Ai dhe edhe vota e tij ka qenë e pasigurt te rasti i Braçës. Por megjithatë, na duhet ta pranojmë, Braçë është socialist i denj me rebelimin dhe me njeriu i cili nuk kontrollohet. Që në parti mund të jetosh gjatë, por nuk mund të pozicionohesh mirë sa mendon. Prandaj edhe kandidatura e tij për Tiranë, sidomos për Tiranën, është gati e pamundur. Në gjithë dëshirën e tij. Braçë i kërkonte rezultatet e votave ylli, sepse tani i bën 30 vjet si deputet. Pra donte të shikonte se si ka qenë gjithë lëvizja e tij nga 96-a e deri më sot. Kjo që po bën Braçë në vetvete është një lloj sfide dhe një lloj testimi, sepse në rastin konkret ne kemi një kandidate të shpallur për kryetaren e Bashkisë të Tiranës. Nuk është se është një moment i hapur, presim një vit dhe PS-ja do përpiqet të gjejë kandidatin. Është i shpallur. Prandaj është një lloj sfide. Me profilin e tij, 30 vite deputet, por mbi të gjitha, në 30 vite ai ka pasur vetëm 2 vite detyrë ekzekutive, postin e zëvendës kryeministrit. S'ka pasur asnjë detyrë tjetër, as në PS-n e Nanus, as në PS-n e Ramës. Dhe në këto 2 vitet si zëvendës kryeministër ka qenë, themi, ministri më problematik i qeverisë për mënyrën se si e menaxhonte ditën e punës. Dhe kujtoni, kur është shpallur lista e ministrave të rinj nga Edi Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste në 2018 në dhjetor, ka qenë i vetmi që ka marrë duartokitjen në sallën e Asamblesë kur është artikuluar emri i tij si zëvendës kryeministër. Pra është njëri që ka mbështetje në PS. Është i dyti më i votuar në zgjedhjet e majit, 23.000 vota në Tiranë. Është figurë socialist i thekur dhe si profili i tij është ajo që po thosh, është ky përballë rilindjes, ky përballë njerëzve të emëruar, ky përballë njerëzve të caktuar, ky përballë njerëzve të zgjedhur që do jenë deputet. Në këtë pikpamje është interesante lëvizja e Braçës. Se si do vijojë më tej, a do shkoj të përplaset me Ramën, apo do testoj se sa e ka fuqinë e tij, kjo mbetet për të parë. Kjo është e parë, sepse ai vërtet ka folur gjëra kundër qeverisë, për bujqit, për kompensimet, për pensionet, për reformat. Opozitari... Por është dukur si një opozit e lejuar nga Rama. Në mos e dëshiruar, e lejuar. Po, është i vetëm që ka këtë duke që ishte në njërë dhe më praktike se sa opozita që bënde opozita. Pra njerëzit e gjenë më shumë vetëm të Braçës se sa të kato që... Do të tepër kërkon të ky llogari ministrave në komisione se sa opozita. Dhe duke i sigur Rama ishte dakord me të lloj opozite të brendshme që eliminonte besueshmërinë të opozita. E dinte besueshmërinë e njerëzve brenda PS-s. Dhe kapitalizoi po nga PS-ja. Kujto debatet e tij me Arben Ahmetajn, kur ishte ministër ekonomie, ministër financësh, debatet që bënte Braçë me të. Po, dhe një nga arsye e dorëgjës nga zëvendës kryeministër ishte Ahmetaj. Pikërisht për të arsye, Braçë ka zhdukur si gjithmonë që ka qenë vërtet një rebel, po një rebel i pranuar me leje nga Rama, është dukur, kjo ka qenë dukja. Me këtë lëvizje që ka bërë tani duket sigur nuk ka marrë leje. Pa leje duhet. Ka dalë kundër Ramës dhe ka dalë në një moment kritik. Në momenti kritik është Elisa Speropali që është përjashtuar dhe ka hyrë në një konflikt,
Momenti kritik është që ka një grupim në PS, Braçe ka pasi konflikt në Ballukun, Spiropari gjithashtu, që nuk kanë dashur që të votojë kundër ligjes imunitetit të Ballukut. Kështu që nuk e dim si kjo mund të jetë pika fillestare e një rebelimi të socialistëve që nuk e dim sa do shkojë. Në një parti si ajo që ka bërë sot PS-ja është shumë e vështirë, por si pikë duket protagonistët janë të fortë politikisht. Nëse Braçe vendos kandidoje si i pavarur, mendoni se i prish punë Partia Socialiste? S'do Rama tani. Patjetër. I prish shumë. Prandaj Prandaj e ka vendos, nuk është politikisht e ka bërë një gjest interesant, se e ka vendos Partia Socialiste para një aktit kryma, më kupton. Dhe me qenë se ai do kandidoj si i vetëm, unë nuk e di si do të cilët ose çfarë do të bëj Rama. Se kjo është e sikletshme me thënë drejtën, por edhe me vendos një njeri në kryet të Tiranës, çfarë është Erion Braçe. Atë, ajo është libero, nuk e kontrollon dot. Partia do një farë menaxhimi. Partia thuaj është mbi të gjitha. Edhe i kontrollon të gjitha. Mënyrën se si funksionon ajo partia. Populli, por partia është mbi të gjitha. A do i qëndroj zoti Braçe ndonjë joshje që mund t'i ofrojë zoti Rama, se kjo është pyetja. Nëse flasim për kurrikulën e Braçës, sigurisht që ka qenë nga njerëzit më kritik, është njeri me kontribute të jashtëzakonshme, njeriu ndër më të votuarit, numri 2, votohet pafundësisht, edhe në Fier, edhe në Tiranë, gjithmonë ka patur të majtë socialistë që kanë besuar dhe kanë dashur zoti Braçën. Ka ana tjetër është njeriu më i pashpërblyer këto 30 vite deputet. Çështja është që unë personalisht, nëse do duhet zgjidhja midis një njeriu që Rama zgjedh nga askushi, nga këto OIQ, nga këto aktivistët dhe zotit Braçe, unë do doja shumë të kisha një njeri si zoti Braçe, sepse mendoj që politika shqiptare ka shkuar shumë larg ideve politike dhe janë kthyer komplet si shoqata që s'kan as programe, s'kan fare vizione politike. Do doja që të rikthej me jetë, jam skeptik se sa Braçe vetë do t'i qëndroj kësaj vetë shpallje të kandidaturë do të thoja, ndërkohë që bashkohem me të gjithë që emri i kryetarit Bashkisë Tiranës nuk është një emër i lehtë, nuk besoj që Rama do ta lej kaq thjesht. Do jetë një emër surprizë, mendoj unë, siç ka qenë gjithmonë në gjitha rastet. Dhe druaj që edhe nëse zoti Braçe do vazhdoj të tentoj të mbajë ndezur kandidaturën e tij, druaj që në momentet e fundit, nëse Rama ka një plan të tij dhe sigurisht që e ka, do të gjejë mënyrat për ta joshur zoti Braçen dhe të rriqet nga gara. Jemi okej për këtë, por... Nuk besoj se do të joshi. Pyetjet fundit kam unë, në fakt qarkullojnë disa emra si kandidatë mundshëm, do me thënë zonja... Ajo është kandidat i shpallur? Ajo është ajo vazhdon punën. Po Gerda është. Ajo është kandidat e shpallur dhe ajo është dashte ime me zotin Binajn është drejtuesja politike e Tiranës. Edhe merret edhe me bashkinë, me qyrëse e Bashkisë Tiranës, e punës. Ajo është e shpallur, prandaj është interesante. Se nëse nuk do kishim kandidat, okay, mund ta pranoje, diskutoje, debatoje emri Braçes. Por Edi Rama ka shpallur kandidatin. Por ndërkohë qarkullon dhe emri i Arbëra Ajdarit. Mos e ngatrojnë këtë me që zgjedhur babai kështu... Po, jo, ka qarkulluar si emër, po... është zgjedhur babai prefekt dhe mos bëhet dhe kryetar bashkie dhe pastaj më i vogël bëhet në një vend tjetër. Po, ore ti që ti qesh, ore. Po, gjërat në këtë vend baton se ty të pabesueshme duken, po këtu ndodhin gjërat në të pabesueshme. Jo, unë jam i përgatitur për gjitha gjërat, por... Jo, edhe këto... Fjalë të madhe më the. Kishte bukur fare. Jam i përgatitur. Kurse një mirë Ramën e di shumë që ai nxjerrë. Jam i përgatitur për gjitha gjërat, thotë. Po në rregull atë të presim tani. Unë nuk flas për Se kë nuk ka lidhje me politikën, po ka pëlqyeshmëri. Nuk flas për Rama i bën këto. Jo, po. Ajdari. Problemi është se nuk je në mandatin e parë dhe dytë ku ke mobilizimin e Partisë Socialiste 100%. Dhe kur konsumon ka shumë kohë, nuk të lejojnë të tjere që të vendosësh kandidat. Edhe pse Rama i vendos, por në këto situata, angazhimi pastaj i socialistëve për të fituar zgjedhjet e Tiranës do të jetë problematik. O do të gjetë një konsenzus të gjithë atyre njerëzve që janë aty që do të shkojnë në fushate, janë gjithë, në Tiranë janë gjithë.
ish ministra, ministra tjera. A du t'ja vgjesh konsenzusin atyne për t'i mobilizuar për të shkuar në deg. Ndryshe... Ish konsenzusin të ati. Po, nuk ka rrugë tjetër. Se nuk janë në zgjedhjet përgjithshme, janë zgjedhjet lokale. Dhe do t'jetë, unë mendoj që Partia Socialiste do t'jetë shumë e kujdesshme me disa bashki. Edhe Do pse... t'jetë e kujdesshme të atë. Po. E para, do të vendos ka gjëra para se të fillojnë zgjedhjet, ka gjëra të rëndësishme, por ka rrezikun që nëse nuk vendosen kriteret e meritokracisë deri në qershor, do të jetë problematike pastaj. Inshallah unë betë sa bashkia ose i ka të gjitha. Ikim nga ky moment presim dhe do të me të fundo merremi më ditët që vijnë. Tani, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi te pjesa e tretë, lufta, ditët të zeza për botën.